Hani vezë të zjera në mëngjes dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Veza është përcaktuar të hahet në mëngjes, një traditë kjo e trashëguar nga brezi në brez për arsye të panjohura deri më tani. Ajo konsiderohet si baza e çdo mëngjesi anë mban botës, por një herë një kohë ka qenë edhe me efektet e saj të cilat nuk janë kuptuar si duhet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në fakt, mëngjesi nuk konceptohet dot pa vezë, të zjera të skuqura qofshin ato, mund t'i japin shumë përfitime, por ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera. Aroma e vezës mund t'jetë e padurueshme për disa persona, ndërsa për të tjerët mund të përçojë imazhin e një mëngjesi vërtet të bollshëm për familjen. Veza përcaktohet të hahet kryesisht në vaktin e parë të ditës, një traditë kjo e trashëguar brez pas brezi, për arsye të panjohura deri më tani. Përse duhet të hani vezën në mëngjes? E para, njerëzit kanë ngrënë vezën shpesh në çdo epokë. Në rastin e pulës, kjo e fundit nisi të bëhet pjesë e çdo shtëpie që para 7500 vitesh. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për vaktin e mëngjesit. Romakët e lashtë nisnin ditën duke ngrënë bukë, djathë, ullinj, sallatë, vezë, fruta të thata dhe mishra të ftohtë. Ideja e të ngrënit vezë në mëngjes u rishfaq në Europën e viteve 1620 nga mjeku Tobias Werner, i cili sugjeronte se ngrënia e vezës në mëngjes ishte një ide shumë e mirë. Werner krijoi edhe librin e parë të recetave në botë. Një teori tjetër shpjegon se duke qenë se pulat bëjnë vezën në të gdhirë, fermerët nuk zgjedhin gjithmonë edhe ushqimet e shëndetshme. Me kalimin e viteve, europianët e shtynë darkën në orët e vona, gjë që lindi nevoja për një vakt tjetër më të hershëm, të cilën duhet ta konsumonin me patjetër. Kësaj mëngjesi u kthye në një vakt të pakundërshtueshëm në fillim të viteve 1800. Edhe veza u bë protagonistja kryesore sidomos për klasën e punëtorëve të cilët kishin nevojë për energji, proteinë dhe yndyrë. Ndër të tjera, për klasën e punëtorëve vezët ishin alternativa më e mirë e lirë e proteinës, që ofronte në krahasim edhe me mishin vlerat e saj shëndetësore, për ta mbajtur trupin më të fuqishëm për orët e punës. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi vërtet të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Në këtë video do ju njohim me përfitimet kryesore që do të ofrojë veza e zjerë dhe ndikimi i saj në organizëm. Veza do të ofrojë të paktën 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrnat që përdoren në skuqje mund të rrisin gjithashtu kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë të paktën një vezë në ditë, pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e një mëngjesi të shëndetshëm dhe një regjimi të kujdesshëm mund t'ju ndihmojë gjithashtu në humbjen e peshës. Vezët ofrojnë yndyrna të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndikojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin gjithashtu riskun e problemeve të sëmundjeve në zemër, duke e cilësuar vezën një prej produkteve më të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm, në lehtësimin e komplikacioneve. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në nivelin e kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin edhe riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Ato mund të rregullojnë nivelin e insulinës e përrjedhojë edhe nivelin e sheqerit në trupin tuaj. Vezët janë të pasura me proteina cilësore, që mund të luajnë një rol parandalues kundër komplikacioneve dhe të marrin gjithashtu përfitimet më të mira për shëndetin. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele shumë të larta të proteinave.
Organizmi juaj ka nevojë për më shumë proteinë, të cilat do të ndihmojnë gjithashtu edhe në forcimin dhe shëndetin tuaj të muskujve. Por mbi të gjitha proteina ndihmojnë edhe organet e trupit të mundësojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vezët e zira janë të mira për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë gjithashtu është thelbësore për retinën e syrit dhe në ndihmën që i ofron gjithashtu edhe në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose edhe verbëria. Vezët e zira janë të mira për personat që duan të kenë edhe kocka më të forta edhe më të shëndetshme. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që i ofron retinës së syrit edhe mbrojtjes së nyjeve. Vezët e zira janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe nyjet tuaja, gjithashtu edhe për të pasur dhëmb më të fortë. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e duhur të kalciumit, për të qenë më i fortë, më i shëndetshëm dhe mbi të gjitha më i mbrojtur. Ky proces garanton që skeleti juaj i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Vezët e zira mund t'i kombinoni në sallata, në spinaq, në patate, në pulë, në peshk, si një element i një ushqyerje të domosdoshme dhe të shëndetshme. Dhe si të tilla, vezët e zira mund të luajnë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve të shëndetit. Ekspertët tregojnë se përfshirja e vezëve të zira në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit tuaj në betejën kundër komplikacioneve. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm dhe mënyra se si e shtoni atë vazhdimisht në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe do të nxjisë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj paraprak. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore mund të mbulojë edhe një sër përfitimesh të mira për shëndetin dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Sipas disa ullontimeve të publikuara, ngrënia e 1 deri në 2 vezë të zira në ditë është një sasi e shëndetshme për shumicën e personave. Nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinave, mund të konsumoni edhe më shumë se kaq vezë në ditë. Veza dikur konsiderohet gjithashtu si një burim ushqimor i pashëndetshëm për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve të zemrës. Fakti që e verdha e vezës përmban shumë kolesterol ishte arsye kryesore për këtë. Megjithatë, ullontimet e mëvonshme kanë treguar se shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve dhe do të nxjisë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të tij. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni vezët e zira në vaktet tuaja ditore? Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës. Ato janë të larta në vitamina dhe minerale, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Vezët do të ofrojnë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jodin dhe folatin. Dhe shtimi i tyre në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Të vegjëlit mund të hanë një vezë në ditë, pasi ato janë të pasura me nivele të larta të ekurit, të folatit, proteinës, acideve yndyrore omega 3, gjithashtu edhe ndihmon në rritjen e qelizave dhe zhvillimin më të mirë të organizmit tuaj. Ekspertët shtojnë se konsumi i vezëve të zira në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje e mirë e shëndetit edhe në luftën kundër komplikacioneve. Ndaj përfshirja e vezëve të zira në vaktin tuaj ushqyes mund të jetë një mburojë e mirë e shëndetit dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Ekspertët Healthline cilësojnë vezën si një prej përzgjedhjeve më të mira shëndetësore në betejën kundër komplikacioneve. Sigurisht, e konsumuar ashtu si duhet dhe në vaktet tuaja ditore, veza mund të jetë një përzgjedhje fantastike për mbrojtjen e shëndetit, lehtësimin e komplikacioneve dhe nxitjen më të mirë të imunitetit tuaj në tërësi. Vezët e zira janë padyshim një mëngjes më i shëndetshëm për trupin. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.